Nga dosja voluminoze Epstein, 2527 dokumenta lidhen me të famshmin Bill Gates. Në mes të skandalit, ku pjesa më e madhe nuk po din ku të fshihen, Bill Gates zgjodhi një televizion australian për të dhënë një tjetër intervistë turpi, por nga ku nuk u step për të provokuar sërish njerëzimin, duke na vërtetuar se këta përbindësha janë të pandrejtshëm, dhe se vetëm dëshkimi rivendos raporte të drejta mbi tokë mes këtyre dhe viktimave të tyre. Kam shkëputur 2 momente nga intervista. Tek momenti i parë, kam po ju jap një sekuencë nga një emision në një televizion amerikan, drejtuar nga disa gra që diskutojnë dhe komentojnë ato që ndodhin. Në këtë rast, ato komentojnë intervistën e Bill Gates, me dialogjet si në vijim. Bill Gates thot: "Unë kam qenë vetëm për darka, nuk kam qenë në ishull, nuk kam qenë me femra. Ajo që del prej kësaj është se gjatë gjithë kohës ka qenë një gabim, por nuk ka të bëjë me ndonjë lloj sjelljeje." Njëra nga moderatoret thot ironikisht: "Nuk di asgjë, nuk kam bërë asgjë." Drejtuesja kryesore e emisionit shton: Melinda, ish gruaja e tij, tha se Gates duhet të përgjigjet pyetjeve që lidhen me akuzat. Siç dhe të gjithë themi se personat përgjegjës duhet t'u japin përgjigje këtyre akuzave apo aludimeve. Mendoni se mohimi si përgjigje në këtë intervistë është i mjaftueshëm? Dhe moderatorja tjetër thot: "Jo, nuk mjafton mohimi. Njerëzit lexojnë Departamentin e Drejtësisë që ka publikuar dosjet Epstein dhe Bill Gates. Janë të shkruara në emaile dhe unë gjithashtu mendoj se ai duhet të jap përgjigje. Dhe është fatkeqësi ta mendosh që Melinda Gates ka thënë se i duhet të largoheshe nga martesa, për shkak të shoqërisë së Billit me Jeffrey Epstein. Dhe besoj se është një pozicion i me rëndësi ky i Melindës, teksa mendojmë që ka me të 3 fëmijë dhe 27 vite martesë. Kuptohet që Bill Gates po i mohon emailet e Epstein, i deklaron si tërësisht false, por janë publikuar nga Departamenti i Drejtësisë, ndaj ai duhet të përgjigjet." Sërish moderatorja e parë thot: "Çfarë do të na thot ky, ku na deklaron se nuk ka qenë në ishull? Si të jetë ishulli vetmi vend ku mund të ndodhin të tilla gjëra?" Të qeshura pasojnë nga moderatoret e tjera në emision. Më pas një tjetër drejtuese e emisionit thot: "Të gjithë në familjen e Gates janë të drithëruar." Melinda rëfen në një moment dhe thot: "E pash që në momentin e parë, për herë të parë kur takova Epsteinin, kur ishte tek pragu i derës, ai ishte i neveritshëm, ishte diabolik. Pas atij momenti prej tij kisha vetëm makthe. Kurse nga intervista dhënë për një televizion australian, kam shkëputur pjesën më provokuese dhe acaruese, ku përmbledh Tazi thot se një shtet mbikëqyrës botëror është i nevojshëm për të parandaluar pandeminë e ardhshme. Kujdes, flet sërish për një shtet botëror. Ka ndryshuar pak termat dhe nënkupton qeverinë globale, dhe flet edhe për një tjetër pandemi që vjen. Gates thot se mbikëqyrja e vazhdueshme është çelësi për të qëndruar të sigurt, duke thënë se u lejon autoriteteve të vëzhgojnë gjithçka tek njerëzit, për të marrë masa për një pandemi, para se të shpërthejë. Dhe një pandemi do të vijë në një moment, na thot Gates në intervistë. Dhe shton: "Bota nuk është bashkuar ende për të krijuar atë sistem mbikëqyrjeje, dhe për sa kohë që nuk është një qeveri e vetme, ne duhet të prodhojmë ilaçe dhe vaksina për njerëzit." Sa më sipër dëgjuam na bindim për fjalën e popullit, se bishti i qenit, bisht qeni mbetet. Nëse do të keni pak minuta kohë për të më dëgjuar, do u jap fisa fakte, dialogje për të parë madhësinë në shtrirje dhe thellësinë e krimit. Në një email të dërguar një grupi të ngushtë tek Demokratët e Amerikës, Epstein jep ide se si duhet të mposhtin zgjedhjen sërish të Donald Trumpit në vitin 2020 dhe për këtë thërret përndim miliarderin Bill Gates. Pra, Epstein është një ndër persona që harton strategjinë për rrëzimin e Trumpit, vetëm një vit para burgosjes dhe fundit të tij. Në një email të Epstein të vitit 2011, ku përveç 14 personash të tjerë ishte edhe Bill Gates, Epstein flet për një tezë që duhet zhvilluar dhe aplikuar, për krijimin e qendrave urbane të punës së varfër, duke e konsideruar këtë si teje të rëndësishme. Vëtheksi në faktin që duhet zbuluar diçka që do të ndryshojë trajektoren e ekonomisë dhe shoqërisë, siç ndodhi për shembull me inovacionin e kompjuterit. Epstein thot se duhet të bëjmë diçka që ora të fillojë nga zero sërish dhe numërimi të fillojë nga fillimi. Në një tjetër email, Epstein diskuton me një mjek onkolog, të cilit pasi i kërkon të dhëna për të sëmurët me tumor, e vë në kontakt me Bill Gates dhe më pas si gjithë diskutimi është që të fillojë të bëjë eksperimente me të sëmurët me tumor, për të eksperimentuar me medikamente që prodhoheshin nga kompani ku ishte i përfshirë Bill Gates. Në një dokument tjetër të dosjes, nga një artikull i New York Times, mësohet se Epstein ka qenë konsulent për tatimet i kompanisë gjigante Microsoft të Bill Gates. Në orët dhe ditët në vazhdim, do të vim me informacione të tjera të rëndësishme mbi dosjen Epstein dhe të implikuarit me të. Subscribe kanalin nëse ende nuk jeni abonuar. Jepni një like nëse dëshironi. Dërsa po që se keni një mendim, opinion, sugjerim ma shkruani në koment. Mast Channel
Please subscribe.